në negociata aktualisht. Si e sheh kërkesën e LDK-s insiston në postin e presidentit, sa është e drejtë kjo kërkesë, meqense se flasim për balancën e pushtetit dhe ndoshta kjo do të arrihej përmes këtij bashkëpunimi duke pasur lëvizjen vetëvendosje e cila e ka shumicën parlamentare në kuvend, e ka kryetarin e parlamentit, e ka qeverinë, e ka kryeministrin, do në anën tjetër LDK e cila mund ta ketë presidentin apo presidenten. Po në këtë rast mendoj që edhe në qeverisi do të ishte LDK, tash sa kanë drejt, mendoj që secila parti është legjitime të ketë kërkesat e tij ose tyre. Mirë, po nëse flasim për parimin e organizimit të shtetit tonë, unë mendoj që pozita e presidentit të shtetit nuk duhet të jetë pozitë partijake dhe si tillë nuk mendoj që duhet të jetë subjekti negocimit, edhe pse në të kaluarën në të shumtën e rasteve ne kemi pas përvojën ku njerëz partijak janë zgjedhur president të vendit. Mendoj që nëse flasim për parimin, ashtu si duhet të ishte, kushtetuta e parasheh pozitën e presidentit si një pozitë apartijake dhe si e tillë do duhet të ishte. Mendoj që në aspektin tjetër, pozita e kryeministit dhe ajo kryetarit të kuvendit janë pozita puro partijake dhe mendoj që ato mund të diskutohen. Kështu që nëse më pyesni mua, unë mendoj që ne duhet kemi një president konsensual që do të vijë jashtë skenës politike, që do të ofronte një farë lloj uniteti dhe do të ofronte interesa mbipartijake. Mirë, po jemi dëshmitar të asaj që në vendin tonë çdo herë është diskutuar edhe pozita e presidentit mes partive politike, përveç një përjashtimi kur kemi pas një ndërhyrje më shumë ndërkombëtare se sa diçka që ka ardhur burimore nga partitë politike. Dhe për fat keq po vazhdon ajo praktika ku edhe pozita e presidentit bëhet pozitë partijake dhe në këtë rast nëse veç po diskutohet, është legjitime që të kërkohet. Në anën